A ki kërku përgjigje institucionale prej kryetarit komunës për jepjen e lejes për vendosjen e kësaj ekspozite 1 dhe 2 nga antari ju i kryesisë që ka votu buxhetin edhe arsyetohet se kom ditë kush autori, por nuk e ka ditë pra për mbajtjen, o duft mu interesu për mbajtjen jo për autori. Me qenë se pe hedhni kret në një drejtim dure. Jo, a ki kërku se ki drejt për kryetarin e juj, komunës Prishtinës. Çështjet emocionale, historike i përktheni çështje teknike. Kush është teknik me dalë me vendos një panë ose diçka, dhe nuk kjo është për keqardhje. Për keqardhje dhe ti që përbën politik vazhdimisht me këto tema, për ndërlidh me aty ku s'duhet. Ministër nëse konsideroni me këshilltari ku i ka qenë. Ma e rëndësishme o kjo, se ju doni me edh diku gurin një njeri që në kohë shkarku për një çfarë do arsye, për diçka që ekziston një proces hetimor. A ki kërku përgjegjësi nga kryetari i komunës Prishtinës për vendosjen e kësaj ekspozite? Po ajo është masa që ndërmarr zotni. Ministër, e keni fjalën se deshti edhe deputeti. Dëgjoj, a ki lexuar ti librin edhe jep na kret citoni kret sakt. A ja ki tërheq fondet, a ja ki kërku kthimin e fondeve. A është ministri këtu përgjegjës për ato për atë ministri? Urna. Do të zemën, unë është veçoni, po më nevesh më përgjigj në ato shketa. Dëgjoj përgjigjen, mos ik deputet. Nuk i punë më atë rëndësishme se me qenë këtu. Disa prej gabimit e evidentuara në ekspozitë kanë bojnë me fshatin tim, rrjedhimisht me familjarët e Libra. Disa të tjerë kanë bojnë me Dubravën, rrjedhimisht me babën tim. Tendenca për të kriju narrativ që dikush po don me mbrojt këto ose me mbrojt ma shkurtimisht babën tim prej meje, është banale.